Kemi sjellë deri tani informacion më të fundit përmes titujve të disa prej gazetave që dalin në versionin print, për dhe disa portaleve dhe gazetave online si lajme të fundit të tyre. Dhe tani në telefonin ton 045 620 601 plotësojmë tablon e informacionet në fillimin e kësaj dite të re me zërat e qytetarëve. Telefonata e parë ka mbritur, urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të nderuar. Urdhroni, ju lutem, flisni. Desha të thoshem për çështjen me Liaj. A nuk do të ishte në udhës e itës? Alo. Ju dëgjoj pas flisni. A nuk do të ishte udhës që zoti Veliaj të dilte një lloj si kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha? Që është ky dallim, që është kjo mizori ligji, që është kjo padrejtësi. Erion Velia du të dheqë mandatin e tij të plot të lirë. Qartë. Pastaj le të ndiqet ligji. Po. Unë ju falenderoj që sillni mendimin tuaj, jemi në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve, ku ju vetë përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të emisionit ton. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera në telefonin ton të përbashkët 045 620 601. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje zoti. Përshëndetje. Jam Gjunall nga fshati Bërshi, bashkia Klos. Nga Klosi, po? Po. A hap një rrugë, që ishtë me datën 8/8/2023. Që në vitin 2023, po. Në sistem. Është hapur rruga dhe çfarë pastaj? Ju lutem edhe njerë, cili është problemi? Po. Dhe sot mu kanë blokuar mjetet për më shku me punu. Pra është hapur një rrugë që jo ka zënë rrugën? Po. Se që ta marrin vesh mirë. Po? Po ju... Po shumë mirë që është hapur rruga. Edhe në sistem. Po shumë mirë që është hapur rruga, pse çfarë të keqe ka? Po, tashi kam dështë me mirë tokën. Doni të mbillni tokën, po? Po. Ma bloku mjeti nga zoti i Beralla, Zetir Alla. S'po marr vesh se çfarë problemi keni. Ju lutem qartësoni mendimin tuaj dhe merrni përsëri në telefon për të ndarë shqetësimin që keni këtu me publikun, për ta bërë publik atë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urime për emisionin. Faleminderit, urdhroni. E dëgjova të parafort që duket si pa qartë, Safi Rukshi e ka bllokuar rrugën. Po pra, nuk e mora vesh kush e ka bllokuar. Por është një procedurë gjatë me Shqipërinë. Kemi demokraci që ka bllokuar demokracinë këtu në bashki. Jo përdorni si metaforë. Kemi probleme nga më të ndryshme. Kemi telefonues që flasin, ne kemi shqetësimet tona të përditshme, dhe pse i lejon këta njerëz të flasin për ditë telefon. Dhe nuk merren me qeverinë që ka një qeveri që ka 12 vjet, që ja shtyp kokën këtij popullit. Tallët me pensionistët, tallët me pronarë dhe nuk i shqetëson fare ky problem. Mirë, po edhe ata që thonë që pse në për ditë kanë të drejtë. Një minutë. Unë kam keqari dhe them ju ka ngel me fjalë orat e 44. Mirë, ajo është tjetër gjë. Ajo është tjetër gjë. Ata nuk thonë pse merr për ditë ky njeri dhe ata thonë pse thotë të njëjtat gjëra. Po kemi të njëjtën qeveri, përsëri të njëjtat gjëra, tallët me pensionistët. Tani një minutë, ka të drejtë, një minutë pra, ka të drejtë që të thonë fjalën e tyre dhe njerëz të tjerë, apo jo, nuk ka pse të jazëm hapësirën. Nuk i
Dhe gjatë ta tajmë sinqerisht me fjalë. Po duke marrë për di, duke thënë të njëjtat gjëra, ne vetëm zëm hapësirat. Është e vërtet dhe zëvend. Qartë, unë ju falenderoj që sillni mendimin tuaj, por duhet të mirë kuptoni dhe ata që ju kritikojnë që merrni për di dhe thoni të njëjtat gjëra. Kanë ata nevojë që të kenë hapësirën e tyre për të thënë edhe qytetarë të tjerë mendimet e tyre, të sjellin problematikat e tyre, të sjellin shqetësimet e tyre, që ndoshta janë të ngjashme dhe me ato që thoni dhe ju. Vazhdojmë të presim telefonatët e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër që është gati për të folur kur I bie telefonit. Urdhroni, mirëmëngjes. Bashkëpunim me zotin Imer Çallagun, operativin I zonës. Një minutë se s'po marr vesh asgjë. Operativi I zonës. Operativi I zonës. Zoti Jan Gzinova nga fshati Bërshimi Prap. Po? Dhe operativi I zonës sot anfshin nga sistemi. Çfarë është fshin nga sistemi? Do anfshin nga sistemi rruga, hapje e rrugës. Jeni prap ju I rrugës, po. Atëre I rrugës. Po kryeministri sot të punohen tokat. Kurse zoti operativi I zonës sot anfshin nga sistemi. Unë kam një letër nga kryetari I bashkisë që rruga është e hapme. Qartë. Pra është problem... E të deklaru që është e hapme me mjetët e bashkisë, as volos. Pra nuk e zgjidhni dot aty me në njësi vendore? Ka këtë letër që sot nuk ke asnjë letër. Qartë. Unë ju falenderoj që sensibilizoni për problemin që ju shqetëson, vazhdojmë të presim telefonatën tjetër. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. A keni parasysh dramën Tokajol? Po? A u kujtohet ju sepse kapi lokën, qatë ka dalë edhe Veris. 99% të problemet mresme të Partisë Socialiste, edhe të kena të gjithë ata. Ai e fitoi drejt në vetë me gjykatë kushtetuese për shkeljen drejtëve të njeriut, që është original që duhet të takohet të çdo njeriu, sidomos këto të varfër se të pasurit nuk ka nevojë të qesin me gjithë problemet, por ama vjen puna e tij, ai nëse nuk ka bë vjedhje, sidomos me miliona euro, miliarda sikur të dalin si mas krypit, të dënohet. Për ndryshe jo kryetari I Bashkisë Tiranës. Ai meriton të bëhet kryetar qeverie që ka bërë gabim. Pse të rrijen burg? Qartë edhe mendimi juaj, vazhdojmë të presim, të shfrytëzojmë, kemi edhe 1 ose 2 minuta kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Duhet të di këto invalidët, a do marrin për vetërisht probleme apo jo? Besoj se po, duhet të shikojmë se si është vendimi. Jo, duhet të shikojmë se si është vendimi, si ministra. Vjet keni marrë? Se ka përshtypjen që në gazetë që lexuat ju nuk flisë për ne. Unë lexoj vetëm titujt brenda gazeta, prandaj bleni gazetat që unë lexoj titujt sepse brenda do gjeni gjithë informacionet e plota. Po? Dhe e dyta çfarë do bëhet për ne invalidët parave të Tërbegjik që nuk ka asnjë kusht, nuk plotësohet asnjë kusht në Shqipëri, nuk kemi ram, nuk kemi rrugë të kalojmë, nuk kemi dot në farmaci, nuk kemi dot në delaqet. Qartë, një problem I cili ngrihet vazhdimisht që nuk përgjen atë përgjigjen e merituar dhe përgjigjen e duhur në dobi të invalidëve dhe paraplegjikëve. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejtë me titujt e tyre kryesor për ata që I bashkohen emisionit tonë në këto orë të mëngjesit. Gazeta Panorama sjell shkrimet e hetimet ndaj ministres. Rama lëshon Ballukun. Spak nuk pyet kush është në qeveri apo opozit. Arta më tha që ka folur me ty, bisedat me Berberin që dogjën Ballukun për tenderin e llogaras. Dosja Bardhi, si ndryshoi eksperjenca e kompanive që merrnin pjesë në tender. Ska progres në lirinë e medias. Bashkimi Evropian dënon sulmin ndaj News 24. U shkelën ligjet. Gazetarët u ndaluan që të hynin në redaksi. Një opinion nga Adrian Bushi mban titullin Balluku në hetim, rrjeti I heshtjes që ka përcen kufijtë e pushtetit. Nga Spartak Topolaj, turpërimi I dyfisht, jo vetëm sportivi Serbis. Nga Tonin Gjuraj, ana tjetër e emigrimit.
Nga janari 2026 rritje mujore e pensioneve, tabelat shtesat. Misteret, plisin në përhistori dhe ekspozita intriguse Eduard Karajt janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Komisioni Evropian nxin qeverisjen për krimin organizuar, për lirinë e medias, abuzimet me zgjedhjet dhe shpopullimin. Shushunjat e shëndetësisë që grabisin shqiptarët. Një opinion nga Frank Shkreli titullohet Kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu u kthye në Krujë në 3 nëntor 1443. Nga avokat Ndue Pjetra, shteti që di të dënoj, por ka harruar të falë. Avokat Arben Langozi, në Shqipëri, kush denoncon korrupsionin shpallet i korruptuar, ndërsa i korruptuari shpallet i ndershëm. Opozit, Dr. Bujar Leskaj, për të ndërtuar një parti demokratike më të fortë, është e domosdoshme që partia të fillojë një proces të thellë riorganizimi. Kryeministri Rama do bëjmë gjithçka për të ulur si të barabartë rreth kryesës së Bashkimit Evropian. Zbardhet buxheti 2026, koncesionet dhe arbitrazhi vijojnë të gryen shqiptarët, fushat ku do të ndahen parat. Ja si krimi mban pronat e sekuestruara të ankandeve fiktive, janë shkrime që vinë në gazetën Telegraf. Gazeta Dita, Lali dhe Bela të gjithë syt nga Rama. Kjo është një shkrim nga Lorenz Vangjeli. Citohet dosja e timore. A është i vërtet mesazhi fyes i Ballukut për Ramën që përflitet se doli nga përgjimet? Barnat, arrestimi i kreut të fondit dhe raporti që zbulon kalbësimin e sistemit. Studimi i Bashkimit Evropian zbulon me emra zonat në tokën më të pasur në Shqipëri. Raporti i Progresit not pozitive Spakut, kritika e qeverisë. Këshilltari që po pret shpërblim me kull. Bomba po Tollumbace, misteri i çuditshëm në hetimet për 21 janarin, janë shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, Konjufca mandatar për qeverinë e re, partitë e tjera insistojnë në zgjedhje të reja. Ku ngeci Kosova sipas raportit të Progresit, janë në disa prej titujve që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re që del në Prishtinë. Dhe kemi sjellë kështu informacion më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online, por dhe me zëra qytetarësh në telefonin tonë të përbashkët. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin tonë për të takuar sërish nesër. Bashkë mirupafshim.